Sa kushton të reklamosh një makinë në faqen tënde? Pra nëse unë dua të shes një makinë, them, hey, Qiba, dua të shes të Audin tim, sa duhet të të paguaj ty, sa shumë, ose sa 50 euro në Instagram dhe TikTok. kaq lirë? Po pse kaq lirë? Apo nuk është lirë për punën tuaj? Nuk mendoj që është lirë. Është çmim normal, besoj. I tërheq personat kjo, pra klientët? Është strategji? Pra ti je më shumë te kjo ideja më shumë Po klient. thot çmimi. Po, çmimi patjetër. Po ka dhe që tërheq, ka dhe që sa do ma lesh të funit tuaj. Do të thonë nga 50 euro që kërkon ulje? Po. Po ku duan të çojnë më shumë se 50 euro? Ne kemi një gjak pazarin. Domethënë, na ka përshtu 5 vite turku. Po, shesim makinë mira euro dhe kërkojmë prap ulje të 50 euroshi? Të tmerrshëm fare. Do ma lesh 40? Çfarë i thua ti? Pa hajde, më. S'prishim qef. Nuk vesh qef. Ka shumë persona që shesin makina online ky treg. E ndjen konkurrencën? Shiko, gjithsecili ka riskun e vet. Kështu që s'kam se të ndjej konkurrencë. Çfarë të bën ty të veçantë në ndërmjetësimin e makinave mes blerësit dhe shitësit? Transparenca. Nuk bën kompromis me të vërtetën. Ja. Nëse vjen makina ty ke garazhi im, nëse ka një problem, për shembull, supozojmë kambion ose motor, Okej. nuk kam mundimin ta publikoj fare. Pra nuk bën dille të tipit nëse unë të them ty Elti, makina ime ka probleme me kambion, po ti ma shit këtë gjën se do t'jap një kafe, fjala bie. Jo, s'bët fjalë.